Adhurim Qorri nga fshati Sopoti Bulqizës është ndër të paktët emigrantë të rikthyer në këtë zonë për të mos u larguar më në emigracion. Adhurimi është i përkushtuar ndaj bujqësisë duke kultivuar zarzavate e produkte të tjera me të cilat mundohet të nxjerrë të ardhura ekonomike për familjen e tij. Problemi më madhor i tij, ashtu si i shumë fermerëve në Dibër e Bulqizë, është mungesa e tregut të shitjes. Ndonë se prodhimi ka qenë një bollshëm dhe vitin e kaluar, Bujku Adhurim Qorri thotë se është përballur me burokraci për shitjen e tyre. Kultivim hudrën, specin, pataten, bamje, tomate, po 5.000 rajnë spec ka qenë, 20 kuintal prodhim. Shesin jo këtë pazari, së funksionon në Bulqizë, po me qera, dyqan me qera, po problem bashkia s'na lën. Udër janë 4.300 vajnë, po vetëm 3, po tardhura, kështu sa për mbulu shpenzimet e familjes, diçka, po vetëm 3 kështitje, të garantumit, sigur. Familja Qorri është e gjitha e përkushtuar ndaj bujqësisë. Nëna e adhurimit, Vjolca, shprehet se duhet ndihmë nga shteti edhe nga institucionet vendore në mënyrë që të kenë siguri në shitjen e prodhimit që e bëjnë me shumë mund dhe sakrifica. Ajo shton se djali i saj la emigracionin vetëm për të punuar në vendin e tij, por mungon mbështetja nga institucionet. Në ka treg të lirë, më lodhën nga Lamajtran, jam shumë e kënaqur si nanë për fëmijën si ikum këtu. Po më të thëna drejtën lodhën ke i shof të punu, për hatërin tonë la kurbeti, edhe si nanje me knashme, a i për vetën e vetë pëvu, se nuk e kanë tregun të lirë të shesin. Pak njëm du, në ka shteti sa është punë e madhe, du më jetu. Jo, të knashë se kom fëmajnë teme këtu, me shof fleshtë të dynjas, e kom qonin teme këtu. E lumë të, po ki për vetën e vetë vu, i ka kalamet për shkollat, veç me perimet për zotin, se s'kemi një tokë të madhe në mi fjallë të përbalojmë, veç me perimet. Për këto, herë shajten, herë shajten, kështu, me zartë, me jetu. Familja Qorri nga Sopoti i Bulqizës kultivon disa kultura bujqësore me shumicë si specin, hudhrën, domaten e të tjerë.